Të gjitha nënët janë të forta. Në përkraje të gjitha atyre që janë të prekur nga kanceri i gjirit. Intervenimi i hershëm shpëton jetë. Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit Arbëria, sot në sheshin Skënderbeu në Prishtinë ka dalë stafi i kopshtit magjik në këtë fund muaji roz në përkraje të gjitha atyre që janë të prekur nga kanceri i gjirit. Drejtoresha e këtij kopshti dha mesazhin e saj për këtë muaj dhe na tregoi pse kanë marrë këtë iniciativë që të dalin në përkraje të tyre. E këtë do ta ndjekim në vazhdim. Kuadër të aktiviteteve edukative të cilat i bujmë kopshtin Shtëpia Magjike, meqense është muaji i ndërgjegjësimit për personat e prekur me kancer, atëherë mendum një iniciativë të tillë në shenjë solidariteti për personat e prekur me kancer, të realizojmë një aktivitet me të cilin do të mbledhim ose grumbullojmë tolla ku mund të dedikojmë dhe të ndihmojmë sadopak këta persona. Sa po është e vështirë për fëmijët, megjithëse po flasim për fëmijët që janë në moshë të vogël, apo ndëgjojnë, apo janë të gatshëm me ndihmu në këtë pjesë? Nuk është e vështirë as pak. Edukatorët vetëm i kanë përgatitur fëmijët për aktivitetin të cilin do ta bëjmë dhe nuk është e hera e parë në aktivitete të tilla. Prindrit kanë kontribuar në grumbullimin e produkteve. Edukatorët së bashku me fëmijët i kanë përgatitur ato dhe po e dinë çfarë misioni ka ky aktivitet, kështu që nuk po është e vështirë as menaxhimi i fëmijëve, as madje po është kënaqësi për ne. Cili kish me qenë mesazhet për muajin roz? Ruajeni shëndetin, kujdesuni për shëndetin, intervenimi i hershëm shpëton jetë. Përgatitje fumbisa, tani në urësat, në mësuse, tani e kemë dësa në të shkolla, tani në urësat, tani e kina qisanat, se e kina përgatit. Ju i keni përgatit këto për me i përkra për muajin roz njerëzit që janë të prekur me kancerin e gjirit. Cili është mesazhet? Kujdesi për vetën, slërata për jetën, të gjitha nënët janë të forta.